Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin e javës nga data 20 deri në datën 26 prill. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Gjithsesi ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin e tyre në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë do flasim pak rreth javës, se si do jetë kjo javë në lidhje me në një hapësirë të përgjithshme dhe pastaj do shohim tarotin në lidhje me të gjitha shenjat e horoskopit. Gjithsesi, në datën 20 energjia ndryshon gjatë kësaj periudhe. Vjen një energji më e mirë sepse kemi atë diellin në shenjën e Demit, por është edhe një energji ku Venusi do takohet me Uranin. Kështu që do ketë ndryshime disa nga shenjat e horoskopit. Do ketë zhvillime të mira, zhvillime të papritura, mesazhe të papritura, gjëra që do përmbysen, dhe këtu flasim për marrëdhënie që konsiderohen të qëndrueshme. Gjithsesi, Venusi që hyn në shenjën e binjakëve do ndryshoj gjithçka në lidhje me ju, ose diçka në lidhje me komunikimin, në lidhje me flerte të ndryshme që mund të keni, por edhe me njohje që mund të keni me njëri tjetrin, por që nuk do ketë angazhime. Gjithsesi në fund të javës është një periudhë shumë e mirë, do ketë ndryshime afatgjata, sepse kemi Uranin që do kalojë në shenjën e binjakëve dhe kjo do ndihmojë shumë shenja nga ju. Dhe tham, do ketë mesazhe të papritura, vendime të papritura, stimulim në anën shpirtërore, liri brenda marrëdhënieve. Kjo mund të tërheqë edhe njohje të papritura ose tërheqje romantike. Do ketë një lloj stabiliteti në lidhje me ekonominë, për gjithë ata që dëshirojnë të stabilizojnë anën e tyre ekonomike. Por kjo do hapi edhe një cikël të ri në lidhje me, për të parë ato më qartë marrëdhëniet tuaja. Ju do keni më shumë nevojë për hapësirë, por do jeni dhe më të dhemshur gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi më tepër Urani që do jetë në shenjën e binjakëve dhe këtu qëndron mbas 7 vitesh, për një pjesë edhe mbas 10 vitesh, ku ka ndikuar më tepër, dhe këtu shohim që do mbyllet një cikël i vështirë, sepse vjen një cikël i ri, në shenjën e Demit, shenjën e Akrepit, shenjën e Luanit, shenjën e Ujorit, te shenjat fikse në saktë. Dhe këto shenja do shohin ndryshime të mëdha, por dhe zhvillime të shpejta këtej dhe në vazhdim. Dhe shenja e Demit, nuk tham kot në fillim të vitit, që është një shenjë me fat, sepse fati fillon nga kjo periudhë edhe në vazhdim, por edhe shenjat e tjera që si përmendëm. Ndërsa në lidhje me anën romantike, ku do kenë momente romantike, është peshorja, është dashi, është gaforja, është britsjapi, por të 10 ditëshit të dytë. Gjithsesi, unë do filloj me gjitha shenjat me radhë dhe do filloj me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së dashit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni të shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Të gjithë ata që mund të jenë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që vjen në lidhje me ju. Erdhi një energji fantastike. Shoh që kemi kartën e peshores, kartën e drejtësisë, kemi energji të shenjave të ujit dhe përsëri energji të shenjave të ujit. Ju shoh që ju do të jepni zgjidhje një situate në lidhje me një dashuri, me një person që mund të keni në jetën tuaj, ose do të jepni zgjidhje dhe shoh një person që vjen drejt jush. Mund të jetë një njohje e re.
por juve jeni të përqendruar në humbjen e një personi nga e kaluara juaj. Nuk shikoni mundësitë dhe ofertat që ju vijnë, sepse jeni përqendruar vetëm te kjo humbje, te kjo situatë që te një person që keni humbur. Dërsa në lidhje me pjesën tjetër, ju do të jepni zgjidhje situatave të ndryshme në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, me familjen, për një pjesë tjetër në lidhje me punën tuaj dhe unë shoh lajme të mira. Thjesht në fund të javës mos u përqendroni te humbjet e së kaluarës. Ju mund të keni humbur një punë, mund të keni humbur një dashuri, mund të keni humbur humbje ekonomike, por kjo tregon dhe dështime të ndryshme që mund të keni pas në jetën tuaj. Dhe thjesht jeni përqendruar te këto situata. Dilni nga këto situata se mundësitë dhe ofertat i keni pafund këtu. Në lidhje me një pjesë tjetër, mund të keni të bëni me dokumenta të ndryshme, në lidhje me gjyqje të ndryshme, me drejtësinë, me çështje gjyqësore, që mund të jenë nga më të ndryshmet. Ju merrini situatat si i keni, do merrni një lajm të mirë edhe në lidhje me këtë pjesë, në lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet për pjesën tjetër, dhe shoh një çlirim shpirtëror nga një situatë ku ju vini drejtësi, ju zgjidhni diçka në lidhje me situata gjyqësore, ose ju vini një drejtësi edhe në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme që mund të keni. Kjo ju çliron nga ana shpirtërore, por shoh që përsëri në fund të javës ju do përqendroheni te këto situata të së kaluarës. Ndoshta te një padrejtësi për një pjesë prej jush, në lidhje me disa dokumenta, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, varet ku i keni pasur ju situatat që futeni në një lloj trishtimi dhe përqendroheni te humbjet e së kaluarës tuaj. Thjesht shikoni mundësitë dhe ofertat dhe lërini gjërat të rrjedhin, sepse kjo është edhe këshilla e kartës, dhe shikoni mundësitë dhe ofertat që do t'ju vinë në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju, ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e WhatsAppit ose të emailit. Gjithsesi, ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente. Ju si shenjë mbyllni një 7 vjeçar ose një 10 vjeçar të vështirë që keni kaluar. Dhe tani fillojnë të ndryshojnë gjërat tek ju, fillon një cikël i ri i lumtur për ju. Prandaj jeni caktuar dhe nga shenjat më me fat në fillim të vitit. Gjithsesi, nuk e di nëse e keni ndjekur videon e vitit 2026 ku ju kam përcaktuar si shenjat më me fat, dhe kjo është arsyeja. Gjithsesi, këtu përfitojnë dhe gjithë ata që kanë ascendenten te shenja e Demit. Dhe shohim energjinë e kësaj jave. Nga kjo javë edhe në vazhdim, në fund të javës, ndryshojnë gjërat në lidhje me ju. Dhe dolën 4 letra, unë duhet i nxjerr. Shoh që jeni te energjia e zjarit, energjia e ujit, energjia e Demit, që jeni ju vetë, dhe ju shoh përmbys këtu, dhe energjia e shenjave të ujit, të ujit përsëri. Atëherë, ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja, por në rastin tjetër mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Unë shoh një fillim të ri në dashuri me shumë pasion. Është një dashuri ku ju ndoshta e keni pritur këtë dashuri, dhe shoh një pjesë prej jush do jenë mund të ndodhë diçka dhe me familje. Ndoshta ju jeni në një njohje, në një lidhje dhe do ta bëni familjare. Por për pjesën tjetër, për gjithë ata që do kenë fillime të reja, ju shoh që do keni mbështetje nga familja, por shoh edhe që do ndihen shumë të gëzuar dhe familjarët tuaj. Por ju nuk jeni gati për t'i dhënë drejtim, një njohje të re. Gjithsesi ju shoh që keni emocione në lidhje me, jeni të emocionuar në lidhje me një fillim të ri, por nuk jeni gati për ta bërë, për ta çuar më përpara këtë fillim të ri. Për pjesën tjetër, mund të jenë fillime të reja në lidhje me fëmijët tuaj, në lidhje me shtëpinë, në lidhje me disa festime që ju doni të bëni, ose në lidhje me diçka që organizoni me familjen tuaj, por ju shoh që nuk do ta mendoni gjatë këtë punë, do jeni gati, do ndjeni shumë mirë në lidhje me këtë situatë. Për një pjesë tjetër do ketë kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpie, kontrata martesore,
që ju jeni duke menduar për në lidhje me një fillim të ri, por kontratat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. Ju shoh shumë të organizuar, shumë të gëzuar, shumë të lumtur ju shoh në lidhje me këtë dhe ju nuk do doni më të mendoni për asnjë gjë, por do mendoni për mirëqenien tuaj shpirtërore, sepse ju shoh në një energji shumë të bukur, një çlirim shpirtëror, po edhe një nuk e di, keni shumë lajme të mira gjatë kësaj periudhe në lidhje me gjithçka, mund të keni një ofertë pune, një ofertë në lidhje me studimet, një ofertë në lidhje me punën tuaj, me partneritete ose bashkëpunime të ndryshme. Është një javë fantastike në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Kemi hyn Urani që hyn në shenjën tuaj dhe ndryshon situatat edhe në lidhje me ju. Dhe ja të shohim se çfarë energji do na vi. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë te numri i WhatsAppit ose te adresa e-mailit. Ju mund të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni, sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë, kemi energji të shenjave të ujit, energji të shenjave të tokës dhe energji të shenjave të ajrit që jeni edhe ju vetë. Atëherë, shoh një fillim i ri, një dashuri e re, një person që vjen drejt jush, ka shumë emocion në lidhje me ju, por ju do mendoni që keni dhënë shumë te ky person ose keni dhënë shumë edhe te njohjet ose lidhjet e mëparshme dhe keni marrë shumë pak. Në rastin tjetër do jeni duke menduar dhe papritur ju lind një ide në lidhje me këtë person. Ju ndoshta lind një ide ku ju nuk doni të mendoni më në lidhje me një person që ju vjen dhe dëshironi të futeni direkt në këtë njohje. Për pjesën tjetër, shoh që ju do jeni një çlirim shpirtëror, një qetësi që do ndjeni dhe të gëzuar, si në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me familjen tuaj, por do mendoni që keni dhënë dhe shumë, keni investuar shumë në njohjet, lidhjet, marrëdhëniet tuaja në një rast tjetër. Për një pjesë tjetër, ju shoh që mund të keni investuar shumë te fëmijët tuaj, te puna juaj, dhe kjo që do t'ju bëjë që të jeni duke menduar diçka tjetër, duke krijuar ide gjatë kësaj periudhe. Dhe këto ide do t'i çoni para pa i menduar për herë të dytë. Dhe kjo ka vlerë në çfarë do lloj situate që mund të jeni, si në lidhje me fëmijët, me shtëpinë, me dashurinë, me punën tuaj, por ju shoh në fund të javës do jeni duke u çliruar dhe duke mos menduar më në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni pasur në të kaluarën ose që keni pasur. Për pjesën tjetër, mund të jetë një person që vjen drejt jush, ju jeni ndjerë të pavlerësuar nga ky person, mund të jetë një person në jetën tuaj, ndjeni të pakënaqur nga ky person dhe nuk do ta mendoni gjatë, por do largoheni nga kjo situatë. Ose mund të jetë dhe një çështje ose situatë tjetër që ju mund të keni në jetën tuaj. Kjo mund të ketë lidhje me dokumentat, në lidhje me studimet, në lidhje me anën shëndetësore, për një pjesë tjetër, ndërsa për pjesën tjetër mund të ketë lidhje dhe në lidhje me situata të ndryshme që mund të kenë lidhje me shtetin, flasim. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e e-mailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Dhe shohim energjinë që na vjen. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energji të shenjave të zjarit, energji të shenjave të zjarit dhe përsëri energji të shenjave. Jo, më falni, energji të shenjave të tokës. Gjithsesi, mund të keni dhe ascendenten ose hënë në këto shenja, por gjithsesi ju shoh që në fillim të javës një fitore, një sukses në lidhje me ju.
Mund të jetë një fitore, një sukses në lidhje me një dashuri, mund të jetë një person në distancë që vjen drejt jush, ose në rastin tjetër mund të jetë një person që është i suksesshëm. Është person i suksesshëm, e keni në distancë dhe ky person vjen drejt jush. Gjithsesi në mesin e javës shoh që jeni në pritje të këtij personi. Dhe në fund të javës, nuk e di, por ndoshta ju ka munguar ky person. Ky person dhe ju ndoshta jeni duke e pritur sepse ky person vërtet ju ka munguar. Në rastin tjetër, për një pjesë tjetër, mund të ketë lidhje me një sukses në shtëpi, në familje, në lidhje me punën tuaj, nga ana ekonomike. Shoh që do keni mbështetës nga persona që do t'ju mbështesin, por do keni dhe persona që janë kundër këtij suksesi që ju do keni. Gjithsesi në mesin e javës shoh që ju do jeni në pritje të një përgjigjeje. Mund të prisni një përgjigje nga distanca, nuk e di, mund të ketë lidhje me diçka që ka lidhje dhe me një udhtim për një pjesë tjetër. Dhe në fund të javës shoh që ju mund t'ju ketë munguar kjo dashuri, mund t'ju ketë munguar ana ekonomike, mund të ndjeni të lodhur fizikisht në fund të javës, por shoh që mund të jeni edhe duhet keni kujdes dhe me shëndetin tuaj. Dhe ndoshta një pjesë prej jush mund të jenë në pritje të një përgjigje në lidhje me shëndetin, në lidhje me anën ekonomike shoh, sepse ju në fillim të javës do keni sukses, por jeni në pritje të diçkaje tjetër. Dhe unë shoh që diçka ju mungon dhe ndjeni të lodhur, por shoh që do ndjeni mungesa në fund të javës gjithsesi. Mund të jetë mungesa e një personi, mungesa e një dashurie, mungesa ekonomike që ju mund të shpenzoni shumë dhe të ngeleni me pak para, ose në rastin tjetër duhet të keni kujdes me shëndetin tuaj dhe me lodhjen tuaj fizike, sepse ju shoh që ndjeni shumë të lodhur, ndjeni të raskapitur, mund të them. Gjithsesi, është një javë fantastike, ndoshta në fund të javës keni nevojë edhe për një pushim, nëse ju e ndjeni veten kështu, por është një javë fantastike në lidhje me ju. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së luanit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që vjen për ju. Atëherë jemi te energjia e shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, energjia e shenjës së demit dhe kemi energji të shenjave të ujit. Ju mund të keni ascendenten ose anën në këto shenja, por në rastin tjetër mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave. Shoh një situatë konkurrence ose disa konflikte. Mund të jetë një konkurrencë në dashuri që ju e ndjeni, ose është një person që lufton shumë fort për të ardhur drejt jush, që dëshiron t'ju fitojë. Në rastin tjetër mund të ketë disa konflikte në shtëpi, në familje, mund të jenë te vendi punës, mund të jenë në lidhje me anën tuaj ekonomike, por shoh disa situata tensioni këtu. Gjithsesi në mesin e javës shoh që ju do futeni brenda intuitës tuaj, do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me zhvillimin e këtyre situatave dhe në fund të javës shoh që ju do filloni të ëndrroni. Nëse një person lufton shumë fort për ju, atëherë ju do besoni intuitën tuaj në lidhje me këtë person dhe do filloni të ëndrroni me një dashuri, flasim gjithmonë rreth këtij personi në fund të javës. Por shoh dy persona që kanë emocione dhe ëndrrojnë në lidhje me njëri tjetrin. Për pjesën tjetër shoh që mund të jenë disa konflikte në shtëpi, në familje, me fëmijët tuaj. Gjithsesi ju keni ëndra dhe iluzione në lidhje me fëmijët tuaj, por shoh që do hiqni dorë nga këto situata konflikti dhe do filloni të besoni dhe të ëndrroni në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj në një rast tjetër, dhe shoh që aty do keni shumë opsione, mund të kenë fëmijët tuaj shumë opsione dhe shumë oferta në dashuri ose në lidhje me punën, ose ju vetë, por shoh që do jeni të rrethuar me oferta gjatë fundit të javës. Dhe për këtë do dëgjoni intuitën tuaj. Ju jeni të fokusuar te një ofertë që do t'ju vi, mund të jetë një ofertë në lidhje me dashurinë,
janë shumë oferta, po ju jeni të fokusuar te njëra në lidhje me punën nga ana ekonomike dhe ju shoh që ju do jeni në fund të javës me sëndrave, me iluzioneve, ndërsa një pjesë tjetër ju shoh që do tregojeni shumë nostalgjik. Në mes të javës shoh që ju do t'i pranoni me përulësi dhe me mençuri disa situata ose një lloj konkurrence ose disa konflikte që ju keni, do besoni te intuita juaj, do filloni që ju të fusni besime të reja duke ndruar në lidhje me diçka tjetër. Atëherë ky ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe shenjën tuaj ascendente sepse ajo është shumë e rëndësishme. Atëherë shohim energjinë që do na vijë në lidhje me shenjën tuaj. Keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, energjinë e shenjës së Demit dhe energjitë shenjave të zjarit përsëri. Ju shoh që keni kaluar shumë probleme. Mund të keni kaluar shumë probleme në lidhje me dashurinë, në lidhje me një person, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, në rastin tjetër, në lidhje me shtëpinë, me fëmijët, me punën tuaj, nga ana tuaj ekonomike. Dhe ju shoh që ju dëshironi të lini mbrapa gjitha këto për të ecur përpara. Dhe shoh fillime të reja. Më thënë, kartat janë të lidhura shumë bukur, shoh një fillim të ri, nga zerua. Ju dëshironi të bëni një fillim të ri, një dashuri të re në një rast, duke i lënë brava diçka që ka lidhje me një person, që ju keni kaluar shumë probleme, dhe unë ju shoh që ju dëshironi të riskoni në lidhje me një person të ri. Në rastin tjetër, një pjesë tjetër mund të doni të riskoni përsëri me këtë person. Dhe do të regoni shumë të kujdesshëm në lidhje me një njohje, lidhje ose marrëdhëniet që ju keni, por në fund të javës shoh përsëri që do ketë një lloj konkurrence. Mund të jetë një konkurrencë në dashuri, ju dëshironi të riskoni me këtë person, por aty fillojnë përsëri konfliktet ose disa tensione në lidhje me ju. Për pjesën tjetër mund të jetë që ju dëshironi të bëni një fillim të ri dhe dikush lufton shumë fort në lidhje me ju. Ndoshta për t'ju fituar ju. Ose mund të jeni dhe ju që luftoni për të fituar një person. Edhe pse aty mund të ketë edhe persona të tjerë që e pëlqejnë, ose të riqen nga ky person. Për pjesën tjetër, mund të ketë lidhje me fëmijët tuaj, ku do bëjnë fillime të reja. Mund të jetë një punë e re, mund të ketë lidhje me studimet, mund të ketë lidhje me një biznes, me një partneritet, me një bashkëpunim. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me ju, nëse ju dëshironi që të bëni një fillim të ri. Por ju shoh që ndjeni shumë entuziast në mes të javës, do të dëshironi të riskoni, të rrezikoni në lidhje me këtë fillim që do bëni, ju dëshironi të jeni hapa para, por do ndjeni që dhe aty do ketë shumë konkurrencë. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një biznes, një trajnim, një partneritet, një bashkëpunim, varet nga situatat që keni. Por ju do luftoni shumë fort përballë kësaj konkurrence për të fituar dhe për të bërë këto fillime të reja që ju vërtet i dëshironi. Gjithsesi, është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private, mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë dëgjojmë në video në radhë.